dy pjata, dy histori. Pra pjata që më parë furnizohen me ushqime, me perime, me mish të freskët, me pak ushqim dhe jo sasi, dhe jo e konsumuar në çdo kohë, 5, 6, 7 herë në ditë, sa herë konsumojmë. Konsumimi i vaj ullirin tepër të farave dhe të tjerave kanë bërë që gjyshitatë të jetojnë më mirë dhe ne të kemi probleme të mëdha. Buka e bardhë, ëmbëlsirat industriale, pijet me sheqer, gjithë to ushqimet industriale, sallamra, patatet skuqura e tjerë kanë bërë që të rritet gjithë kjo situatë, sepse zora është si një lum. Imagjinoni një lum i cili rrjedh vazhdimisht dhe me shpejtësi. Kur uji lëviz shumë shpejt, gjithçka që ka para e pastron çado mbi turina që të ketë. Nëse kjo rrjedh do ngadalësohet, do fillojnë të grumbullohen të gjitha toksinat dhe kanë për të sjellë gjithë këto probleme. Nga ana tjetër, gjithë të uji e lëvizin fibrat. Ne kemi ulur shumë nivelin e fibrave në konsumimin sot ditor. Ne nuk konsumojmë fibra. Ne konsumojmë 15 gram në maksimumin e dikujt ose në mesatarin e dikujt, kur ne duhet të kalojmë 30-35 gram fibra të paktën në ditë.